dinamika shumë të forta. Nuk e Rama do ta lëshoj, po thënë? Jo, Zojën Balluku nuk ka shanse që ai ta lëshoj Zojën Balluku. Nuk mund ta lëshoj, për shumë arsye. Zëvendës kryeministra e dytë. Qofse Ben Ahmetaj ne lëshoi pas lloj problemi dhe flaku tuti sikur të ishte një rreck e vjetër, Zojën Balluku nuk është Zojën Balluku nga ato lloj grashët mund ta lëshosh. Mos harro që ka geni. I rikthehem genit unë. E ke fjalën për gjyshin? Tjetër. Ka pas gjyshtrim. Para pushkatimit ruaj partia, thaj? Mirë, po ka pas gjyshtrim. Nuk është se s'ka qenë trim, gjyshi Zojës Balluku. Po t'ishe trim ai, unë tha, si bëra gjenë me Roxhën, se brava. Jo, ata ishin njerëz që ishin besnik të partisë, ishin betuar për atë parti. Partia ime më vret, si isha ajo Kadri Azbi. Ku e tregoj trimërinë ai? Më në luftë ato kanë qenë, nuk është se s'kanë qenë, kanë qenë pjesë e luftës. I kanë, jo, ka një gen. Mos harro që është dhe një femër. Mo ishte partizani vogël Velo se sa. Mos harro, gjyshi im është histori tjetër, po. Mos harro dhe diçka tjetër. Ka qenë ministri i mbrojtjes gjyshi vet, dinte shumë. Mos i hym historisë vjetër. Nisi mbrojtjes. Marrim i mbrojtjes, fal, akoma më e rëndësishme. Ankora, më fal, akoma më e rëndësishme, se i mbrojtshëm ka qenë Kadri Azbiu një periudhë e pastaj ndru. Ka jetuar në internim. Ka parë të merrin me sy, mos e harroni këtë, sepse ka shumë të bëjë backgroundi i secilit individ. Ka parë të merrin me sy, e ka parë ajo ferrin. E di shumë mirë ajo se si lëvizet. Është një grua që sinqerisht po tregon që di të bëj zap, edhe aty që është i pabërshmi.